Përkujtohet dëshmori Milazim Mavraj Çeçeni. Në 27 vjetorin e rënjës së tij heroike në Koshare, në homazhe dhe nderime të veçanta, familjar, bashkëluftëtar, përfaqësues institucional dhe qytetar u mblodhen për të ndëruar jetën dhe sakrificën e tij të madhe për lirinë e vendit. Ceremonia nisi nën tingujt e himnit, ku shumë qytetar ishin mbledhur për ta ndëruar figurën e dëshmorit. Fjalen mori nën kryetari i komunës, Genc Ademaj, i cili ndëroi nënën e dëshmorit zonjën Kumrie. Ai theksoi se sot kujtojmë një emër për të rikthyer në vetëdijen tonë, qëndrimin e një njeriu ku vendi e kërkon. Nderuara nënë e dëshmorit Kumrie Mavraj, nderuara familje e dëshmorit, i nderuar kryetari i komunës së Klinës zotri Lezaj, të nderuar bashkëftetarë. Milazim Mavraj Çeçeni i përkiste pikërisht kësaj radhe. Kanë kaluar 27 vite, por koha nuk u zbe atë që është ndërtuar me bindje dhe sakrificë. Në një periudhë kur shumë çka vije në pikpyetje, ai zgjodhi qartësinë, të rreshtohet në anën e lirisë dhe këtë zgjidhje evolosi në një nga momentet më vendimtare të luftës sonë, në betejën e Kosharës. Koshara nuk ishte vetëm vi fronti, ishte provë karakteri. Ishte vendi ku dëshmua se kufijet nuk janë të përhershëm, kur përballë tyre qëndron vullneti i një populli. Në atë provë Milazimi ishte ndër ata që nuk u lëkundën. Ai nuk la vetëm kujtimin e një luftëtari, por standardin e një qytetari që vendos të përbashtën mbi vetveten. Kjo nuk është pesha e vërtet e veprës së tij, por është një peshë e veprës që mbi ne, që ndërtojmë institucione që funksionojmë, të mbajmë drejtimin e shtetit me seriozitet, të mos realizojmë asnjëherë sakrificën që na solli deri këtu. Sepse kufijet ruhen jo vetëm me armë, por edhe me dinjitet. Atë të Milazimit e shumë e hënëve si ai. Lavdi e përjatshme heroit Milazim Mavraj Çeçeni. Ju falenderoj. Më pas fjalen mori kryetari i shoqatës së dëshmorëve, Xhavet Jashari, i cili u shpreh se është vështirë të gjenden fjalë për këto përkujtime dhe ndërime, për ata që e meritojnë më së shumti, të cilët janë dëshmorët e kombit. Sot me gjetë fjalë që nuk i themi në përkujtime dhe ndërime të atyre më meritorët dëshmorëve të kombit, është vështirë me gjetë fjalë me përshkru luftën e lavdishme të ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe përpjekjet e parreshtura të gjeneratave, përpjekjeve, luftrave, sakrificave për me ardhur deri këtu. Por sot kur kujtojmë dëshmorin e kombit, Milazim Mavraj Çeçenin, kujtojmë gjithë veprimtarinë adhetare në periudhat të historisë tonë të lavdishme. Simboli i rezistencës Adem Demaçi thoshte lirin nuk na fal askush. Për liri duhet sakrificë, duhet luftë
dhe ajo vulloset me gjakun e derdhur për liri. Pra, luftën e lavdishme e beri ushtria qërimtare e Kosovës për të ardhur deri këtu, dhe si që thash, me meritorit janë ata që e vullosën dhe për qenë e qëndrueshme kjo liri dëshmorët e kombit, respekt për invalidët, respekt për veteranët, respekt për gjithë ata që kanë kontribuar çfarë do forme me ardhur deri këtu. Urojmë që duke i nderuar, duke i respektuar dhe vlerësuar vlerat tona të përgjithshme, e sidomos të luftës së lavdishme të ushtrisë shqiptare të Kosovës, që ju japim edhe vendin meritor dhe të ecim bindshëm në amanetin e tyre. Veprimtaria, lufta dhe rënia e Çeçenit bashkë me bashkëluftar na jep atë kuptimin e fuqishëm dhe betejë e Kosharës se përmosa e kësaj lufte dhe rënia e dëshmorëve është përmos kombëtare. Andaj, mendoj se më së miri do t'i nderojmë atëherë kur të arrijmë atje në përputhje me betimin e ushtrisë qërimtare të Kosovës dhe rënien e dëshmorëve të kombit. Lavdi, milazimit, lavdi gjithë dëshmorëve, kudo dhe kurdo që kanë rënë për lirinë e atë dhëvt, nder dhe respekt për gjithë juve. Ju falenderoj. Në emër të zonës operative të Dugaxhinit, fjalën mori zotri Nasim Haradinaj, i cili tha se milazimi për të ka qenë simbol i asaj se çfarë duhet të jetë Kosova si shtet dhe si duhet të çlirohet ajo. Nderuar kryefamiljare, nën e milazimit, familjar të milazimit, nderuar familjar dëshmorëve, invalid, veteran, por edhe bashkëluftar të milazimit që sot i shohim këtu, nderuar nën kryetar i komunës, gjitha institucionet komunale këtu që në respekt, nderuar kryetar i komunës Klinës, nderuar Xhavit, nderuar Jashar, bashkëluftari më i afërt i milazimit, por edhe i momentit fundit që ishim me te. E di që është përgjegjësi e madhe dhe ka herë duhet marrim përgjegjësinë edhe për ato çfarë flasim, e unë zakonisht mundona me marr. Milazimi për mua ka qenë simboli i asaj që çfarë duhet të bëj Kosova, shteti ynë, dhe i asaj se si duhet të çlirohet Kosova. Jam njoftë rastësisht atë ditë ku kam shku me marrë Xhemal Fetahin. Vitet e mia për të, derisa më ka shpjeguar edhe për vitet e 80-ta, ato vetëm që rritën më shumë. Por ku ka ardhur me ne, ka ardhur vetëm me një kusht, vetëm me na përcjell. Arsyeja ishte se shumë flasin fjalë të mëdha këtu, kur s'po mundën me fol për luftën, po thonë kem kontribuar në fondet e luftës. E unë po them se në fondet e luftës deri atë ditë, e besoj që as ma vonë, asnjë, ama asnjë hiç Kosovë, as biznesmen, ma shumë se Milazim Mavra nuk ka kontribuar. Ditën që ka vdek, Milazim Mavra ka pas 130.000 marka në fond. Kur që ka një zoni. 130.000 marka, nuk i bëjsh 200 gjahatarën, po besoj me çmimin që u rritën ma vonë, në kënd diku 400 arën. Vish ky balancë ekonomik se tash njerëzit po llogaritin me llogari ekonomike, qoftë në për parti, qoftë në për përparime të përdoren. E dyta, fati Milazim Mavrës siç e ka pas shpirtin e ka qenë. E ka qenë në betejë ku do të ishte edhe do të më konë model i unifikimit të politikës së sotme për me vazhdu me shtetin tonë. Modeli i unifikimit pa parti, pa asnjë ndallime, pa hinë në gara kushtet e nitër, kushtet e parë, se nëse ka pas kushtet privilegje ka pas vetë Milazimi, pa hinë ato se kush ka leqit, kush ka dënum të aty, kush ka dënum, që ndoshta aty ka pas edhe për aty një tjeve, po që kanë vendos me luftu, dhe unë besoj që ata menet të Milazimi dhe shokët e ti që në ra, po pse jo edhe ne që ishim shok tyne, se ka herë ne përmendojmë se vetëm vdekurit kanë vlerë, po ne nëse s'kem vlerë tjetër që se vdek, ne kem vlerë që konë me ta ku dikush tjetër nuk ishim. Mallku ata që përpërdojnë atë kohë ku në konë shok me ta, bashkëluftarë që me të vërtetit në shok, ju vynë për pazar politik dhe si zhiton me hi herë në atë parti, ku t'i prishë dhe dy me kësyn parti tjetër, edhe në full për senet të cilat as Milazimi, as ata vetë, e as në nuk jem bashku dhe nuk kem dash me shliru Kosovë tjetë. Prandaj, mendoj që kjo duhet të jetë një
mesazh i gjithë neve, që dhe prej meje, pse jo, që Kosovën, ata që kanë vdek, kanë dashur më shumë. E di që amanetet e ushtrisë shqiptare nuk janë realizu, por jo me fajin ton, po me mundësinë kohën dhe rrethonat këta politikanë ku të folin, po thonë geostrategjike, kishë si aty të kuptojmë çështjen fort madhe. Prandaj, nona Milazimit, Istogu, unë e di që ka një vlerë, një diamant, krahas gjithë diamantëve tjerë që ka dhënë ky vend. Shqyr se s'ka meti vetëm Milazimin luftë, që shkon të ateniten, ose të them me aq pak, dashamirë për krahas. Prandaj edhe herë, lavdi jetës e tij na shërbej për simbol se si duhet edhe ekonomikisht, edhe materialisht. Prej drejsa Milazimi nuk qyri çështjen personale, nuk qyri çështjen familjare, dhe për shtetin im te i kaloj këtu dhe i dha, unë mendoj që të paktën shokët e tij dhe ata të cilët ju vyn Milazimi ku do koft, të bëjnë vetëm saj. Ata s'ka nevojë më me dhon as familjen, as ekonominë, por vetëm ta vazhdojnë amanetin e tij. Lavdi jetës dhe veprës dëshmorëve, lavdi të gjithë atyne që duan vendin, jo sa Milazimi, po unë besoj që ka edhe të tillë, por vetëm sa gjysa Milazimit besoj që do shkojë mirë. Respekte. Fjalën mori dhe kryetari i komunës së Klinës, zotri Zenon Elezaj, i cili u shpreh se ka shumë për të thënë për Milazimin, por ai ka folur më së shumti se të gjithë ne, duke dhënë jetën për lirinë që ne sot e gëzojmë. Të nderuar të pranishëm, nëna Kumri, nëna e herojt kombit Milazim Mavraj, veteran invalid, përfaqësues të organizatave të dala nga lufta e ushtrisë shqiptare të Kosovës, zoti Nasim Haradinaj, Xhavet Jashari, nënkryetari i komunës Genc, të nderuar të pranishëm. Unë si bashk moshatari i Milazimit, si nip i familjes, kam shumë me fol për Milazimin, por ai ka fol më shumë se të gjithë, pra e dha jetën për lirinë që ne po gëzojmë sot. Andaj, në emër të familjes, faleminderit shumë për gjithë juve që jeni sot pjesë e nderimit që po i bëjmë jetës dhe veprës së Milazim Mavraj. Lavdi jetës dhe veprës së Milazimit, lavdi të gjithë të rënëve për lirinë e Kosovës. Faleminderit shumë. Më pas kishim rastin për të dëgjuar edhe një këngë kushtuar dëshmorit të interpretuar nga Lapinot Kukiqi. Dëshmor, një djalla i rije, Milazim Mavraj o e mritije, e dha jetën heu për roketi toke, o zbardhi ftyre në krejt Kosovë. Që majtë përdohu Bash me ta huo Milazimi, për herë bashko kur tret kushtrimi, të qilë bashke ka një bese, po ja liri more ja me dene. Ramadani
do të gnoj more ke djallë trije. Plot me mab, o ket kom të gnoj. Ceremonia u mbyll me homazhe dhe vendosje lulesh në nderim të tij.